Haga u bë vend takim për diskutimin e raportit të avokatit të popullit të përpiluar nga ekspertët britanik lidhur me të drejtat e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit që mbahen në paraburgim nga dhomat e specializuara. Por në këtë takim nuk morën pjesë askush nga speciala e as nga prokuroria e specializuar e Hagës. Në një përgjigje për të kënë nga specialja kanë përsëritur se avokati i popullit të Kosovës nuk ka mandat për një gjë të tillë. Dhomat e specializuara lëshuan një deklarat me 11 maj që u publikua në faqen e tyre të internetit për të korrigjuar keqkuptimet e mediave që raportonin në Kosovë dhe deklaratat publike të avokatit të popullit të Kosovës në lidhje me përmbajtjen dhe përfundimet e raportit të BHRC-s, siç u reflektua në deklarat. Avokati i popullit të Kosovës nuk ka mandat ose jurisdiksion mbi dhomat e specializuara, duke qenë se këto çështje tashmë u trajtuan në deklaratën e 11 majit, dhomat e specializuara nuk kanë komente të tjera për këtë çështje. Ndërkohë nga prokuroria e specializuar nuk kanë dashur të komentojnë takimin e saj të së kaluar në Hagë. Ike nga përgjegjësia e quan këtë veprim të speciales avokati Arber Jashari, sipas të cilit injorimi i takimit është tregues se dhomat e specializuara nuk e kanë kryer punën e tyre siç duhet. Vetë fakti që gjykata speciale nuk ka marrë pjesë flet shumë. Kjo tregon në radhë parë se ata kanë pas frikë të vinë dhe të ballafaqohen. E dyta, ata me shumë gjas janë të vetëdijshëm për këto shkelje që në vazhdimsi janë bërë të akuzuarve dhe mënyra më e mirë për ta ka qenë injorimi, duke u thirrur që avokati i popullit të Kosovës nuk është përgjegjës ose nuk ka kompetencë të bëjë raporte të tilla. Pas takimit në Hagë, avokati i popullit Naim Qelaj vlerësoi se mungesa e përfaqësuesve të speciales është refuzim për të pranuar kritikat. Ndërsa dy autorët e raportit theksuan shqetësimet lidhur me paraburgimin e zgjatur, kufizimet për lirimin e përkohshëm, transparencën e provave, pabarazinë mes prokurorisë dhe mbrojtjes, si dhe çështje që lidhen me pavarësinë dhe llogaridhënien gjyqësore. Ndryshe, deri me 22 korrik pritet që të merret vendimi i shkallës së parë në rastin ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve, të cilët ndodhen në paraburgim nga nëntori i 2020-s.